Një njeri ishte shumë i pasur, dhe ai njeri është ende gjallë, njihet, dihet kush është, ku banon, nuk po flas për imagjinata dhe nuk po flas për diçka që nuk është e vërtet, por kjo ka ndodhur pikërisht në kohën tonë. Një njeri ishte i smur dhe vuante nga një smundje në zemrën e tij. I kishte disa prej kanaleve të ngushtuara e kështu me radhë, por kishte të holla, kishte pare shumë dhe nuk u mjaftua me diagnostifikimin e mjekëve të vendit të tij. Por çfarë bëri? Duke pas parasysh fuqinë materiale që e gëzonte, ai shkoi në një spital tepër të fuqishëm me renome botnore në një vend në Evropë. I thanë, pas diagnostifikimit, pas analizave, rezultatet dolën se ky njeri me të vërtetë vuan nga një smundje e rëndë dhe duhet një intervenim kirurgjik për të evituar problemin e zemrës së tij. I thanë se ky intervenim nuk mund të garantojmë se do të sjellë në gjendje normale, por edhe mundësia për të vdekur është shumë e lartë. Andaj ky njeri tha, pranoj që të futem në operacion, mirë po, duke pas parasysh se kam ardhur për një kontroll, nuk e kam paramenduar se do të më del kështu, më lejoni që të kthehem deri në shtëpinë time, të përshëndetem me anëtarët e familjes time, të kryej disa punë obligime që i kam dhe kthehem përsëri. Shkoi i mërzitur, paramendon njëri që shkon të përshëndet me familjen e tij dhe nuk e din se a do të ishte më. I ka të gjitha, por ja shëndetin nuk e ka. Çfarë ndodhi? Një ditë, nga ato ditë që i kishim hetur të pakta para se të shkonte në mjekim atje dhe para se të nënshtrohet këtij intervenimi kirurgjik, çfarë bëri? Doli me një mik të tij për të pirë një kafe. Dhe duke pirë kafe me mikun, përballë kishte një shitore që aty shitej mishi. Pranë shitores ishte një vend për mbeturinat që i hudhte pronari i mishtorës. Aty pranë kontenjerit ku hudheshin mbeturinat, gjeti një plakë e cila po mblidhte mbeturinat e asaj mishtore. Do të thotë eshtra, gjëra që nuk i përdorte askush, ajo po i mblidhte. Kur e pa këtë pamje, i bëri shumë përshtypje. U afrua dhe e pyeti atë plakën se a thua vallë, çfarë kishte shtyr këtë plakë që në këtë moshë të shkonte në këtë vend, të mblidhte këto mbeturina që këto tashmë ishin për kafshët, nuk ishin për njerëz më. Plaka, kur pa insistimin e këtij njeriu, i tha, unë jam nën e vej, i kam 6 vajza bonjake jetime që përkujdesen për to. Vi këtu që të gjendë një kafshat mishi që njëherë në muaj ndoshta të ke mundësi apo në 2 muaj të ke mundësi që edhe vajzat e mia të shijojnë erën e mishit. Jo mishin, po erën e mishit. Ky njeri ishte i pasur. Shumë i bëri përshtypje kjo ngjarje. Dhe çfarë bëri? U fut me shpejtësi në dyqanin tek pronari i mishtorës dhe tha, ti më një mua, ishte njëri i njohur, ishte njëri biznesmen, i njohur në atë vend. Tha, prej sot, kësaj gruaje i jep mish sa i mjafton çdo javë për familjen e saj, për 1 vjet unë garantoj pagesën. Kur e thiri ai pronari këtë plakën, i tha, kështu ky njeri të ka ofruar. Kjo plak e sinqert, kjo plak me probleme, me telashe, e sprovuar, ishte për kujdes për bonjak, i ngriti duar nga qili dhe tha, o Zot, shliroja rrugët këtij njeriu sikur se ky i shliroi rrugët e mia. Hapja rrugët këtij njeriu sikur ky njeri i hapi rrugët e mia. Ky njeri kishte të bllokuara rrugët e qarkullimit të gjakut. Kjo plaka nuk e dinte, por tha, o Zot, hapi rrugët e këtij njeriu sikur se ky hapi rrugët e mia. Shkoi tek shtëpia, i ishte kthyer një lloj disponimi për shkak të kësaj bamirësie. Dhe posa u fut në shtëpi, gruaja po e shete dhe i tha, ke armë një fytyrë tjetër nga ajo që ke shkuar, dukesh më i disponuar, dukesh më në qef, çfarë ka ndodhur? Nuk ka ndodhur asgjë, tha. E vjetra është, mua ajo smundje
Mirë po, nuk e di, ndoshta një disponim i caktuar. Çfarë bëri ky njeri? Erdhi koha për të udhëtuar, erdhi koha për të kthyer dhe për t'i nënshtruar atij intervenimi kirurgjik. Ja bërën edhe një herë ato shikimet e nevojshme, ingjizimet, dhe tashmë nuk po shohin atë që kishin parë para disa javëve. I thanë, fal, mos ke bërë ndonjë intervenim dikun tjetër. Na fal, nuk është ai ngushtimi më që ka qenë më herët, nuk është më. Çfarë ka ndodhur? Ne nuk po shohim më ngushtim, sigurisht, nuk po shohim më arsye për intervenim. Diçka ka ndodhur, dikush tu ka intervenu. Dhe posa njeriu e bindën se nuk ka më asgjë. Çfarë tha? E di kush i ka hapur rrugët. Tash e kuptova kush i ka hapur rrugët e zemrës time. Tash po e di. Tha, kuptova se plaka që i ndihmova dhe lutja e saj drejtuar Zotit që të hapte rrugët e mia, sikur që unë asaj ja hapa rrugët, bëri Zoti mëdhenuar. Ai që çdo gjë ka në dorën e tij, nuk i duhet intervenim kirurgjik, nuk i duhet leje nga askush, nuk i duhet fuqia as përkraja askujt. Ai mjafton të thotë bëhu dhe bëhet. Dhe kështu ndodhi. Këtij njeriu i tha Allahu i mëdhenuar, bëhu, hapuni rrugët e ngushtuara të qarkullimit të gjakut dhe u hapën nga se ai i hapi rrugën dikujt tjetër. Andaj, në qoftë se dëshirojmë që të mëshirohemi, duhet të mëshirojmë të tjerët. Në qoftë se dëshirojmë të përkrahemi, duhet të përkrahemi të tjerët. Në veçanti kategoritë e dobta të shoqërisë, kategoritë e papërkrahura, sikur që janë bonjakët, të vejat e kështu me radhë, sikur që na porositi i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wassalam.